Përshëndetje, unë jam astrologja Denisa Shyle. Do të flas në lidhje me ndikimet astrologjike që do të kemi që datës 29 tetor 2025. Jemi në ditën e Mërkurit. Hëna gjesa dita do të jetë tek shenja ujorit, takim me Plutonin dhe në një kënd negativ me Diellin. Panorama duket pak e vështirë, duke qenë se do të kemi ndjenja vërtet shumë të fuqishme. E kemi vërtet shumë të vështirë për të përmbajtur ndjenjat brenda vetes tonë. Informacionet që marrin nga jashtë të vështirësojnë edhe më tepër këtë, duke qenë se simulojmë vërtet shumë dhe nuk dimë se cilat të zgjedhim. Gjatë qetësia shpirtërore është vërtet shumë e rëndësishme, duke qenë se dhe ne vetë jemi shumë eratik, mund të reagojmë në mënyra të pashëndetshme, mund të prishim punë njëri tjetrit, themi fjalën e fundit në fillim, prandaj dhe rruga dalimit më është që të krijojmë ambiente dhe momente të cilat na bëjnë që të ndihemi më të qetë dhe ku mund të dekompresohemi. Dëshirimi do të vi krah për krah. Prandaj dhe nëse nuk jemi prej impulseve tona primitive, kemi mundësi shumë të madhe të perceptojmë botën tonë të brendshme, ndjenjat tona të vërteta dhe si rreth dhe të gjejmë shërim. Në orën 13 Mërkuri do të kaloj tek shenja e Shigjettarit. Pas kësaj ore, trysnia do të jetë pak më e zbutur, duke qenë se i njëjti Mërkur do të krijojë edhe kënde pozitive si me Hanën, po ashtu edhe me Plutonin. Por i njëjti Mërkur, duke qenë se do të jetë përballë me Uranin, mund të kemi probleme me teknologjinë, mënyrën se si komunikojmë me mjetet dhe sistemet e komunikimit. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me mjetet.